Njeriu që po kalon në shtegun e depresionit, ose është një shteg që e ka kaluar shumë shpesh, ose është shtegu i jetës tij. Do do kaloj aty. Dhe po na dëgjon në këto momente. Çfarë do t'i thoje? Në fakt që të pranosh sfidën është vetëm fillimi i një betejë e cila në fund të fundit fitohet apo jo, sepse jo gjithçka është në dorën tonë, mjekësia është një sfidë, secili nga ne duhet të jetë një luftëtar dinjitoz në këtë luftë. Ne profesionistët e shëndetit mendor nuk do mungojmë kurrë për t'i dhënë ndihmën, ndoshta mund të jemi të vonuar në ndihmën tonë, sepse jemi shumë pak, ndërkohë që problemet janë shtuar shumë, por nuk do mungoj kurrë dëshira për të ndihmuar çdo që do ketë nevojë pa asnjë rezervë.